në podcastin e radhës. Jemi këtu në Ulës me administratorin e Ulës Elderin Shpanin dhe jemi në qendër të Ulës në një muze të vogël e pamjen për me vlera shumë të mëdha. Tani këtu kemi disa artefakte të ndryshme, të cilat do na i tregojë edhe vetë zoti administrator. Mirë se erdhët. Si që shikoni edhe vetë, për disa gjëra të vjetra, dhe më thanë nga e kaluara, se unë i kam vedhë ka ndër vite dhe i kam vendosur që në pëtqenë. Tani, a mund të tregosh cilat janë disa nga artefaktet më kryesore dhe sa vite? Është pushki italian e vjetër, është gjetë në një shpellë, që është bërë kurat nga një shokimi për më. Koha ka bët vetër, është ndryshur. Kjo është dy bekë të në tenë, si e thonë një. Kjo është sofër, me disa... Kjo është kuti dohani, shumë e vjetër, është shofjan të qua. Sa vite mund të kenë këto? Mund të kenë mbi 250 vjetë, 300 vjetë. Kemi të helmetën aty, kemi gërhane, kemi ato pëpinja që usuna nga frangë, kemi edhe këtë gjupin që përdorë pjesa mjerditës, që është bërë dhurat nga nëna ime, nga gjyshja ime, që ka mbi 150 vjetë dhe kjo. Shumë e bukur. Kemi edhe këtë fushën hudë. Mushja bëhet nga gryka dhe ndezja bëhet këto. Kemi edhe këtë qëbukën. Kjo qëbuku, më thamë, ka pas një ambasador shqiptar në tim. Gati për 25 vjetë ka qëndru në Amerikë dhe dikush ma ka bërë dhurat më. Nga ju lindi kjo ideja për të hapë një muzeum nga pikërisht në Ulës? Ideja me lindi kur prisha shtëpinë e vjetër që kemi pas kundër Ulës. Ideja ka nis nga një pushka unë. Kur shem shtëpia, këtë pushkën e vjetër aty dhe me kanë ka në stërgjyshit tim. Edhe dal nga dalë, vazhdoj ideja për me kriju këtë mini muze. Kemi dhe aty stiletën aty. Aja është gjetë në lumë të matit, është e kohës Austrisë. Po, nëse do veçonit disa nga objektet që keni më përzemër, cilat do ishin? Kjo. E gjupi që është vjetë veshja njërzitore. Shumë e Kjo veçantë. ka simbol edhe kryqin edhe shqiponin. Se me kanë në me. Ndaj se gratë që ndoshin ndaj. Gratë kishin drejt veç me sjell ushqimin deri tek dera burrave dhe nuk kishin drejt me hyrë te oda e burrave. Ndaj e kam bërë të ndarje. Po, ky objekti që përshën kjo... Ai quhet sunduk. Dhe më thamë, ajo është të puza që nana tonë ose gratë, mershin me rrobat me sendet, kur shkoshin të prind, e veshin në pjesën e shpinës dhe e mershin me vete. Sikur kemi sot çantët ose diçka tjetër. A mund ta konsiderosh këtë vend si një atraksion turistik? Kjo vend mund, dhe më thamë, gjatë periudhës së verës mund të vizitohen nga shumë turistë tuaj nga e gjithë bota. Janë, dhe më thamë, shikojnë një të shkuar nga një që kemi. Realisht është diçka shumë e veçantë dhe një arritje e madhe për ty që ja ke dalë mbledhje gjithë këto gjëra. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit e ju se është një eksperiencë e bukur dhe për ne të shohim të shkuarën e prindërve tanë, gjyshërve tanë në një muzeum. Shumë faleminderit. Faleminderit për ju.